para kësaj here me të vërtet du me fitu që në të botë me bo babin krenar. Do kalim tek pjesa e fundit e këtij emisioni sepse do flasim pak edhe për kandidaturën tënde për deputet. Është njëri këtë pas gjithë kësaj vështirësie për cilën falem që ti ke kaluar, prap po e përmbush një mision për cilin ti je shumë i dinjitoz. Kështu që si erdhi vendimi për kandidaturën tënde nga LDK-ja? E para kësaj here me të vërtet du me fitu që në të botë me bo babin krenar. Unë kam studiu politikën, më thonë kjo është edhe profesion edhe pasion i imi. Kam qenë e angazhume në për aktivitete politike qysh në shkollë të mesme, duke qenë në atë kohë bordi shkollës, pleqësia shkollës, kryetare klasës. Si studente kam qenë kryetare Unionit Studentave në Prizren. Pastaj kam qenë një ndër antarët më të reja të Lidhjes Demokratike në themelimin e saj, por për shkak se isha nën moshën 18 vjeç në atë kohë, edhe pse u zgjodha të jem përfaqësuese klinës në kuvend, nuk më lejohej sepse isha nën moshë. Bile këto ditë ka marrë një mesazh mbështetës nga themeluesi i LDK-s në Klinë dhe më pas nën kryetari i Lidhjes Demokratike, Anton Kolaj, i cili ka qenë profesori imi në atë kohë dhe do më thonë ai ka qenë organizatori themeluesi dhe e di që kur ka ardhur më thonë që ti nuk do t'jesh në listën e delegatëve për shkak të moshës, e ka pas edhe ai shumë vështirë se dhe kjo s'po di si me thonë se ti e ki marrë votat, ti e marrë mbështetjen, po tash e kuptum që nuk i ke 18 vjet dhe nuk mundesh me qenë. Kështu që jam mirënjohës edhe atij për mbështetjen që më ka dhënë. Këtë kohën sa kam qenë në për studio si analiste, kam marrë shumë mesazhe të njerëzve, duke më pyetur a do kthehesh, kur do të kthehesh në politikën aktive. Unë jam bërë pjesë e LDK-s më herët para 3 viteve, pas synimin për të kthyer aktivisht, por sepse unë besoj në kauza politike, besoj në politikën si aktivizëm, besoj në të mirën publike dhe e ndjej si obligim, qysh mendoj se duhet me ndi secili qytetar që mundet me shërby nga pozita ndryshme, nga kënde ndryshme, se në fund ditës na i shërbejmë një të mire për ne, për familjet, për shoqërinë, por duke pas edhe profesion. Unë kam studiuar shkenca politike me studime master në studime evropiane. Kjo pastaj e ka bërë më të natyrshme, të them ashtu, angazhimin tem politik. E kohëve të fundit duke pa që politika mendoj që nuk është duke u zhvilluar në mënyrën e saj më të mirë. Qeverisja fundit nuk ka ofru një platformë për një zgjidhje më të mirë për qytetarët, për vendin. E kam ndjerë edhe një obligim shtesë që duhet me u angazhu me dhënë kontributin modest. Unë i du shumë hartimin e politikave, në kuptimin me shkru ligje, me shkru projekte, me barë rregullore dhe mendoj se prap duna me ofru mbështetjen tem, me ofru kontributin tem në këtë proces, sidomos në procesin drejt integrimeve, për cilat unë flas më pak në jetën publike, por është profesioni jam. Pra unë kam kryer studimet postdiplomike në fushën e integrimeve evropiane, studimeve evropiane, dhe në procesin çfarë unë shpresoj se Kosova do të hyjë, do të ketë nevojë për njerëz që në aspektin profesional i njohin këto çështje. Në anën tjetër, numri i grave në politik, jo që nuk po rritet, po përkundrazi. Ka një lloj dekurajimi të grave që të angazhohen në politik dhe unë nuk kam dashur të jem njëri nga këta njerëz, nga këto gra që dekurajohet për veti dhe pastaj përçon një mesazh jo të mirë tek vajzat e reja. Kështu që edhe përmes shembullit tim, por unë du t'i inkurajoj gjitha gratë dhe vajzat e reja që të angazhohen në jetën politike, në jetën publike në përgjithësi, sepse vetëm kështu ne mund ta bëjmë më të mirë edhe jetën tonë, por edhe
jetën e gjeneratave, domethënë të armën e fëmijëve, sepse pasiviteti nuk e përmirëson gjërat, nuk rregullon vetvetiu. Ne duhet ta bëjmë atë.